E falenderojmë Allahun e Madh që i takon falendrim të veçantë madhnisë Allahut që na ka bërë pjesëtar të Islamit. Allahun e falenderojmë që po na jep jetë në këtë muaj të Ramazanit me madhruar Allahun e Madh, me investu në ahiretin ton, jetën e përhershme. Allahu kabul dhe magul më boft. Salata dhe selami dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të ndershëm, themi të ndershëm se inna akramakum indallahi atqakum. Besimtari është i ndershëm ai që beson Allahun, i ndershëm ai që ndjek sunetin e pejgamberit, i ndershëm është ai që agjeron, i ndershëm është ai që fal, i ndershëm është ai që ka moral, i ndershëm është ai që ka marrë dhe respekton fjalët e Zotit dhe të profetit. Allahu na bëft nga këta, ya Rabbel Alamin. Jemi në 10 e funit dhe kemi folë për vlerën e këtynve netëve të begat. Jemi në muajin e madhështor, muajin e Ramazan, muajin e shumë llojeve të ibadeteve që i kemi bë. Dhe zakonisht ne këto janë ditët e fundit të Ramazanit. Edhe gjithë këto vepra që i kemi bë, jemi të shku ka fundi, duke kërku mëshirën e madhe të Zotit, faljen e Zotit, rahmetin e Allahut. Allah i rësk në boft, ya Rabbel Alamin. Isha të e mendu, kemi folë për dhikrin, për istikfarin, për pendimin, për agjerimin, për zemrën. Ishim të e folë një proces sot, një moment, me komentu pozitën tonë, edhe rikujtimin e një momenti që se një hikmi asnjë prej neve. Është moment që pa tjetër kemi më fut në qatë proces. Edhe me titullu mi më thonë për para, ndështë ta dikujna nuk donë me nejtë në xhami. Thot, hoqë, s'po du me ngu këtë derë, s'po du me dalë për derësit. Aja është momenti i vorrit. Edhe kur të flasim vorë, krejt na që tu të trishtomi dhe menojna grop prej gropave të xhenemit, qysh Allah na dënon, qysh Allah na ban azab, qysh Allah, edhe krejt kjo, edhe shumica e hoxhallarëve kur të flasin për natën e vorrit, flasin për ndëshkimin e Allahut ndaj robërve. Po flasim tash, ku është Ademi alayhis salam? Në varr, Ibrahimi alayhis salam, në varr, Muhamedi alayhis salam, në varr, Ebu Bekri në varr, baballarët e tonë në varr. E po ato ku janë, çfarë vorre? A janë gropa të xhenemit atë xhenetit? Sot s'po du me fol për xhehenemin e atynve që e kanë bën xhehenem prej në dynjat. S'po flas për pjesën e dytë hadithit se ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vorrja është prej bafqeve të xhenetit, e dyta është ose grop nga gropat e xhehenemit. Unë s'po du hiç më kanë hise e kësaj pjesës. Astia. Unë po du me fol për mirësitë e xhenetit. Pashallahun, a i dim na mirësitë e xhenetit. Çka ka? Mirësitë e vorrit, begatitë e vorrit. Çka ka në vorr? Me ditë neve çka na pret në vorr, neve s'na jetohet hiç, kishmi bërë shumë punë të mira për me shku në vorr. Por transmetimi i haditheve dhe kuptimi të fesë Allahut, beshiru, përgëzoni njerëzit. Mos i çortoni njerëzit. Yessiru wala tu'assiru, lehtësoni, mos ja ranoni njerëzve. Pa pak na marr, na besojnë Allahun ton. Na agjerojmë, na japmi zeqat, na i madhrojmë Zotin. Pse unë du na me paramendu grop prej gropave të xhenemit, ku unë jam të punu me shpresë që me hin baçet xhenetit në varr. Pse më bë xhenem prej dynja vetit tonë. Prandaj për ju përgëzoj, ti që beson Allahun, ti që fal namazin, ti që respekton prind, ti që ndjek sunetin e Resulullahit, ti që nuk i ban shirk Allahut, ti që nuk mirësh me punë të kota, pasha Allahun xhenet e ki në natën e vorrit. Na dëshmon hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj ne jemi në fundin e 10 të fundit dhe ndoshta është edhe funi i imrit ton dikujna, dikush më herët, dikush më vonë. 70 vjet, 80 vjet, 60 vjet, 50 vjet, ama kena përcjell dikan 30 vjet, hiç se ka prit me vdek. Ka vdek, ka shku në varr.
Nena të folë për me stimulu vetën në dynjat, me bë vepra të mira, që me pas gjennet prej shpijave të para të ahiretit është vorri. Awwalu manazilatul akhira, shpija e para ahiretit është vorri. Shpija e para ahiretit. Nëse aty e ki gjennet, edhe në tonë, atëherë të punojmë për qatë gjennet, që na të punu velilaj ilhamd, edhe të garojmë sa ma shumë që ta ngritmi standardin e gjennetit. Para mendoj, njeriu banë rezervim në filan hotelin, me 3 yje, me 4 yje, me 5 yje, dhe e din tamam sa e ka dhomën e gjonë. A e dim na prej neve, prej mirësive të gjennetit, sa është gjenneti i gjonë? Dikush e ban një rezervim dhe e din hoteli me 5 yje, e ka këtë dysheke, e ka këtë shtrate, e ka këtë luksoze, me klime, me kritë tanat mirat. Mirë, a e din shtrojen e vorrit tanti? Shtroja e vorrit. Po mirë, na a dojna ushqim, po marrëqyshja dhe interesohesh për menyën. Cila është menyja e xhenetlijës në varë? Po vallajna dojna dhe mu vesh. Pa, cilat janë rrobat, teshat e robit në natën e vorrit? Pastaj, na kena qef me pas vallaj, jo ato pa dritare më konë. Kur kush nuk merr dhomë dikun të hotelit mirë, po ka qef me pas një pejsazh, me pa natyrën, me pa detin, me pa... Mu ju knat syni. Vallahi, është një pamje në varë që nuk mund më të ngjin zemra me të pamjen e asaj pamjes që Allahu pe baj ka një penxhere në varë për xhenetlijen. Ma atë shiqim nuk ngjihet njeri, sa shiqimi më i bukur i njeriu. Wa'bud, thot Zoti në Kur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Madhnoja Allahun derisa të vjen në momenti për Allahu më ta marr shpirtin. E kur ta merr shpirtin, vazhdojmë hadithin pastaj. E marrin trupin ton, këtë e marrin trupin ton familjar, edhe e çojnë te vorret. Por njeriu duhet me shfrytzu këto ditë me respekt dhe me ibadet sa më shumë, sikur që e shfrytëzojmë këtë Ramazan edhe jetën, se jeta është shumë e shpejtë dhe shumë e shkurtë dhe shumë shpejt kene me mrri te stacioni i quajtur varr. S'ka mundësi dikush miliarderi më i madh, pushtetari më i madh, mjeku më i madh, nuk ka mundësi mi hik procesit apo sistemit mu largu se unë s'du me hinë varr. Këtë kene me hinë varr. Që ky varr, pse janë të folë, pse janë të sharu këtë detalj sot, që sa herë që më hik menja mu të pjesa e dytë e hadithit, po du më të e para mu naqës, po du hit gjahenemin me përmenë sot. Në gjane apet me tha me vëmendje. Për shkak se vdekjen, kur ta rikujtojmë në natën e vorrit, ta ngrit, ta përmison kvalitetin e jetës tonë sot. Unë jam të folë, që për me ngrit standardin e natës vorrit me pas, jo me 5 yje dynjas, po ta ahiretit, atëherë madhnoja Allahun dynjat përmisoj kvalitetin e jetës tonë, tu e jetu Allahun, tu e jetu për Allahun dhe tu e ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata arrin nëpërmjet faljeve dhe përfundon njeriu në xhennet, nëpërmjet ibadeteve, adhurimeve dhe përfundon në xhennet. Prandaj stacioni i parë për me hyrë në xhennet, stacioni i parë për me shku në xhennet, startin për me hyrë në xhennet është nëpërmjet vorrit. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ar-rawda al-qabru rawdatun min riyadul janna. Është baçe nga baçet e xhenetit. Allah ja bof vorrin prindërve tan, e të vdekurve tan, e gjithë muslimanëve baçe nga baçet e xhenetit. Ai i cili përjeton të mirat në varr e ka përjetuar dhuntin më të madhe. Pjesën e parë dhuntia e xhenetit. Dhuntia, shija, momenti i parë i varrit është moment i shijes parë të xhenetit. Do të mundohemi mi përfshi, do t'i përmeni 8 pika të xhenetit, pastaj hadithin dhe një koment rreth këtij hadithit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kaloi për rreth varreve dhe i tha sahabëve: "A e shihni këtë njeri?" Thot po, thatë, përgatituni për këtë moment. Kjo është një. E dyta i thanë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: "Kur është kiameti ja Rasulullah?" Tha: "Çka ke përgatit për atë ditë?" Për të vorrit, çka ke përgatit? Kam përgatit dashurinë ndaj Allahut, Anas ibn Malik transmeton hadithin, dhe dashurinë ndaj ty. Ne e dojmë Allahun dhe e dojmë pejgamberin.
dhe e besojmë ahiretin. Cila është begatia më e parë dhe më e madhe kur Allahu ta merr shpirtin kur ti je në varg, këto janë dy hadithet e para. Begatia më e madhe është kur vjen melaçi më thon men rabbuk, kush është Allahu jot? Ti thu Rabbi Allah. Edhe tash vazhdojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Yufrashu lahu min firashil janna. Në varr shtrati, shtroja e varrit është prej shtrojeve të xhenetit. 1. E dyta, wa yulbasu min libasil janna. Veshja është prej veshjes së xhenetit. 2. E treta, wa yuftahu lahu babun ila al-janna, dhe i çelet një dritare, një vend, një pozicion që e sheh vendin e vet në çka? Në xhenet. E katërta, nuk është i ngushtë varri sa e gropojmë na. Po varri është shumë i gjanë. E pesta, yubashshiru bi ridwanillahi wa jannati. Përgëzohet me mirësi dhe shpërblimin jo në varr, po pin varr do të thotë përgëzohet me shpërblimin e të mirave të xhenetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë kuptim të hadithit. Edhe tash ndëgjojmë këtë proces zhvillimit. Hoç ku shkon shpirti, e çka bëhet me dekmin, e çka bëhet ajo, e jona është më bë hazër një herë. E dyta është me menu se vorrin prej sot na çka jemi qëto, vorrin me emrin e Allahut kena me pas baçet xhenetit, Allah i kur mos na baft nasib zjarr prej gropave të xhenemit. Edhe nuk guxon muslimani ndryshe me menu prej sotit. Veç një përgatitur. Ngritë standardin e jetës së dynjas duke e përgatitur shtrojen tanë në varr, ushqimin tanë në varr, zgjerimin në varr. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon innal abda, me të vërtet besimtari kur t'i vjen momenti mi amar Allah i shpirtin, e para çka ban? Çon melaçe prej 7 katçillnave nalt dhe i çon me fytyrë të bardhë, të ndritshme. Këtë melaçe me fytyrë të ndritshme ja çon atina i cili ka shahadet në zemrën e tij. Me vete kanë dy elemente shumë të rëndësishëm. E kanë qefinin, po në bef e qefinosmi, o qefin xheneti, melaçja man qefin. E dyta, ka parfum, era mirë. E treta, ejetuha nafsu tayyiba ukhriji ila magfiratin min ridwanillahi ta'ala. Shiqimi melaçës ose sa shef njeriu çat është i madh, dhe bukuria e tij, drita e tij mahnitet nga mirësia e saj. Ka ardhur melaçja, e pastaj vjen melaçja e vdekjes me marr shpirtin. Me çfarë çush e merr shpirtin? E merr shpirtin shumë me lehtësim, shumë me kollajllëk. Do të thotë shumë me kollajllëk, shumë me dashuri e dorëzon emanetin e tij dhe ja merr melaçja. Pastaj kur t'ja merr shpirtin melaçja, kalojnë melaçe tjera dhe marrin këtë shpirt, po na e marrim xhenazën, ka vdek xhenazja. Çka bajna? Ja nismi me përgatit, edhe ajo shkon 10 sahat, 15 sahat, 2 orë, 5 orë. Melaçet e marrin shpirtin edhe e çojnë në qiellin e parë të tokës. Ama era e mirë po vjen dhe po thojnë melaçet, kush është ky? Thotë është filani, i cili ka besu Allahun dhe ka bë punë të mirë dhe u kanë filan burri mirë dhe ne jemi dëshmitar të kësaj pune dhe dëshmojnë krejt melaçet e katit. Në knalet atë shpirti. Shkon katin e dytë, e shkon katin e tretë. Po Allahu këtë shpirt që e ngritja është respekt. Allahu pe ngrit shpirtin e robit besimtar deri në 7 katçilla nuk met melaçe pa vetë se kush është ky rob. Sa era mirë, edhe sa i këndshëm, dhe sa i mirë ka ky njeri. Gjatë këtij momentit, do të thotë kur melaçja e ngrit, thirret me emrin e tij të bukur dhe i thohet ngrit në shpirtin e tij deri te mbi 7 katçilla. Pastaj Allahu Azza wa Jall pyet, kush është ky? Thotë ky është çka ka besu ty, ky është çka ka besu në xhennet.
në kuptim të hadithit. Ky është ka besu në ahiret, ky është kështu, ky është ashtu. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall thot fa yaqulu Allahu Azza wa Jall. Mirë po, këto të proceset katave marrin leje prej melaçeve, se s'ka mundësi marrin leje prej melaçeve për me ndërua atë shpirt dhe me prit melaçe tjera deri në nder të qiellit, e prej qiellin e parë deri në shtatin, e kur të mrin në katin e 7, Rabbul Alemini drejt për zrejtja Allahu i thot, pas kësaj reportazhe lëvizje, thot regjistron në këtë min al-illiyin, ngrit në këtë në pozitën më të lartë. Mas e ngriti në pozitën e lartë, pastaj Allahu Azza wa Jall kthene në pozitën prej ku jemi na, prej dhejot, kthene në dhejapet dhe kthehet shpirti në varr. Kjo është procesi i parë, derisa njerëzit e vorrosin, derisa njerëzit dhe futet njeriu, do të thotë në varrin e tij. Kthehet shpirti dhe vjen melaçja, që këtë hadith e dim, këtë pjesën e dytë hadithit. Men në rabbuk, besimtari thotë Rabbi Allah. Edhe kjo është fitoria e parë, kjo është gëzimi i parë, ajo është përgëzimi i parë, ngritja e shpirtit tanë, parfymosja, qefini, melaçja, krejt ato janë përgëzime që janë të ta çelë ty rrugën. Për dëshmi e kitë kësaj në kemi jetu dhe Allahut 70 vjet i kemi thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ne kemi xhallar që kanë vdekur për fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ne kemi djem tanë që kanë vdekur për fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ne kemi njerëz që japin pasuri për fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ne kemi baballar që kanë sakrifikuar vladin për fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe nëse njeriu nuk e tradhon Allahun, as Allah i sa tradhon. Kur vjen melaçja me pyet, "Men rabbuk?" Kush është Allahu jot? Kam i thonë me kodaj lloj, "Rabbi Allah." Dhe kjo është çelësi për me hinë xhenet la ilaha illallah. Për me hinë islam la ilaha illallah. Për me ta bë Allah i vorrin baçën nga baçet e xhenetit, dush me thonë Rabbi Allah ose la ilaha illallah. Çelësi xhenetit la ilaha illallah. Çelësi vorrit me ta bë Allah i baçet xhenetit la ilaha illallah. Çelës për me hinë iman, me dëshmu Allahun, s'ka mundsi përveç se me thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Men rabbuk wa men dinuk, dhe kush është feja jote? Atëre për me dëshmu këtë iman në Allah, thojna Rabbi Allah wa dinuna al-Islam. Muhamedi, Islami është feja jonë. Fe yekul, e kush është i dërguar jot? I thojnë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kush është libri jot? I thot Kur'ani. E thot kush është besimtarët jon muslimant? Atëherë Allahu e zbret një zë nga qielli. Në këtë kohë, melaçja është në formën shumë të bukur. Thot, po ti kush je, çka i të mpyt? Thot, unë jam ameli jot, unë jam imani jot, unë jam namazi jot, unë jam vepra e mire jote edhe ashtu me radhë. Sadakaja jote, bujaria, mirësia, e këtë mirat. Thot, a ka që mirë kokëshe? Atë në qatë moment zbret një zë nga ai shpirt i cili u ngrit 7 katë qiellna, i thot, fafrishu min al-janna, shtrone fe yunadi min as-samai, prej qiellit, dhe thot shtrone prej shtrojeve të xhennetit. Ushqene prej ushqimeve të xhennetit, veshne prej veshjeve të xhennetit. Qelë një pengjere, qelë një dritare, ta shef vendin e vetë në xhennet. Pastaj thot ushqene nga ushqimet të xhennetit, dhe ky besimtar kur e shef këtë vepër të mirë, kur e shef vetin edhe në pengjere, çka thot? E ka një lutje të Allahut. Po veshjen e mirë, hajen e mirë, pijen e mirë. E xheneti sa ka transmetim të hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, 70 dhira. 70 dhira është 70 kuti. Dhe të koni vjen 42 metra me 42 metra minimumi. Si pas disa komentatorëve që kanë komentu këtë hadith. Dhe të minimumi është ajo. Mirë po, kërkesa edhe në gjenne, edhe shpia e para ahiretit vorri, por ai çka është në baqet gjennetit në varrin e tij, kur i çelet dritari dhe shef vendin e vet, thotë Allah, kam një kërkesë të ti. Cila është kërkesa? Çka mendoni? Thotë hajde bane shpejt kiametin. Pse? Se do me shku hala më mirë, po është në xhennet. Allah i nasip na boft. O vëllezër, xheneti
dhe të mirat e saj nuk përshkruhen. Ne jemi të fol për momentin e parë të varrit. Dhe kur të flasim për varr, besimtari duhet më trishtu, kur ta më trishtu për mu pregadit, ama kur mos mendo se farudduhu ila Allahi wa rasuli, se ne do të kthehemi te Allahu dhe pejgamberi, ti që e kthin dynja te Allahi dhe te pejgamberi, jemi të kthy te Allahu Ar-Rahim. Farudduhu ila Allahi wa rasul, kthehemi te Allahu dhe te pejgamberi, ama ty do të jem të mëshirshëm. E prandaj mos ja ban xhehenem vetit para kohe. Prandaj pesimizmi dhe mendimi i keq për Allahun dhe për natën e varrit dhe për ndëshkimin e azapit, ndoshta ndonjëherë do t'i mbyll dyrt. Prandaj edhe hoxhallart, Allah i qof në xhenet krejt, do të duhet mi nxit beshiru, mi përgëzu njerëzit me bëj vepra të mira, që me shpresu në bache prej braqeve të xhenetit. Thot Allahu në Kur'anin familjar, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah i forcon besimtar që kanë besuar në njëshmërinë e Allahut bil qawl, me fjalën. Pse kjo është prodhimi i natës varrit. Thabit fil hayati dunya, në dynja ta mundson me punë të mirë, shahadet na kemi thonë, ama këtë shahadet e dëshmojmë me Kur'an, me namaz, me punë të mira. Ibn Abbas i ka thënë wa fil akhirah, nuk e ka fjalën për ditën e Kiametit. Wa fil akhirah është për natën e varrit. Allahu të forcon në natën e varrit me dëshmu shahadetin. Prandaj njerëzit vetëm kur flasin për varrin, kuptojnë aspektin negativ, trishtimin, dënimin, dëshkimin, jo. Pisat me nëse vorjot me emnin e Allahu do t'jetë bache të xhenetit. Allahu ka më falë, Allahu ka më mëshiru, Allahu ka më mashtru për shtrojve të xhenetit. Amo nisan, mi marë sebepet të dynjas. Prandaj ne, kitë këto adhurime që i bajnë për me tregu platformën e shpëtimit, edhe për me ngrit standartin e jetës së standart e cila sa është jeta e berzahut, në dynjat 60 deri në 70 vjet jetojmë. E njerëzit në varr, pejgamberët e Allahut që sa mi vjet kanë vdekë. Edhe deri në ditën e Kiametit edhe sa miliarda njerëz kanë me vdek, këtë janë në varr. Prandaj jeta e berzahut është jeta e shtëpisë parë të ahiretit, që Allahu na ka dhënë disponim 60 vjet, 1/3 e asaj na ngjum, 1/3 jena 3 fëmijë, 30 vjet ki jetë. Me fitu me 1000 vjet më kanë me pas bache për bacheve të xhenetit. E pastaj me shku dhe në xhenet të cilën është i pafund, Allahu rrezikun na baft. Varrimi është një proces i berzahut dhe janë 3 elemente shumë të rëndësishëm. Ka ilmul yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Madhnoj Allahun derisa të vjen vdekja. Yaqin është bindje. Amo bindja e vdekjes, bindja e takimit me Allahun. Ka ilmul yaqin, ka aynul yaqin dhe ka haqqul yaqin. Çka është ilmul yaqin? Ilmul yaqin është na besojnë në ahiret dhe në varr. Edhe flasim sot për varrin. E besojnë në xhenetin dhe se kena pa. Po ku i kena mësu këtë? E kena mësu në Kur'an dhe në Sunet. Edhe kjo është iman, me besu një sen shka se ke pa hiq. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Kjo është ilm. Ilmul yaqin, ilmi i vdekjes, dituria për vdekjen. Na krejt besojnë në vdekje, edhe kit besojnë në ringjallje. Kush? Muslimani beson. Dhe kjo është procesi jetës. Tukon gjallë na besojnë në ilmul yaqin. Thot Allahu në Kur'an, elhakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kella sawfa ta'lamun, thumma kella sawfa ta'lamun. Juve ju preokupon për pjekja për familje, për pasuri, për dynja, derisa mos i të vizitoni varresat, vorret. E vorri është mësimi jot që ta mëson ty se ti që aty e ki shtëpinë e parë për hershme të ahiretit. E dyta është momenti i shpirtit në varr, asaj i thojnë ainul yaqin, ti pe shef me synin tan. Momentin e vdekjes, ku Allah i për ta merr shpirtin, e për ta ngrit, e për ta kthen apet në trup, edhe për të bën sual Rabbul Alamin. Kjo është cila? Ainul yaqin. Dhe e treta është haqqul yaqin, e vërteta e vdekjes, është jeta e përhershme e cila është procesi i fundit dhe i përhershëm, është ahireti. Ose është mas kiametit. Mas i njeriu kalon këtë proceset, edhe pastaj e shef shpërblimin e tij që Allahu ka përgatitur. Farudduhu ila Allahi wa rasuli, kur e tham parzët më herët,
Kthenu tek Allahu dhe pejgamberi, ne s'kemi çare pa u kthy te Allahu. Po te Allahu duhet më kthy faqebardh, me iman wa amelus salih. Prandaj, ndërgjënë me vëmendje, një prej poetëve ka thonë, kush nga ju punon për dynja, a punon dikush pa shpresu që i fiton, me shku në punë dhe mos me shpresu që e pagun pronarit. Kejt e dim tamam moditjen. E sa është moditja Allahut, dhe sa është shpërblimi Allahut për robin i cili thot shahadetin, i cili falet, i cili nejna të fol për momentin e parë të ringjalljes, momentin e vorrit. Që Allahu në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi pe përshkruan këto mirësi, shtroja xhenetit, haja xhenetit, xhan dhe këtë këto. Mirë po, thot, kush nga ju punon dhe në dynja shpreson për në ahiret, e vdekja, le ta dije, momenti i dytë thot, vdekja vjen shumë papritmas. Shumë papritmas. Amo sanduki, depoja e veprave tua është vorri. Sanduki, sanduki është. E veprave tua është ahireti. Gurbeçarët e tonë 30 vjet, 40 vjet e kanë ndërrit shtëpinë, çon 1000 euro, çon 2000 euro, çon 3000 euro, e kanë ndërrit shtëpinë dhe çka ka bë masanina? Kur ka ardhur, ndoshta as 2 natë si ka bë, ndoshta as 1 natë si ka bë, ndoshta hiç s'ka hinta, s'ka jetu hiç. Unë jam dëshmitar. 32 vjet Hamburg, Frankfurt, ku ta diune, mbau shtell asfaltin e ka shtru. Hizmet, asfalt ka shtru. Edhe ka ndrej shtëpinë 4 kat, s'ka hinta hiç. Hiç s'ka hinta. Allahu neve po na mëson që nëpërmjet mësimeve të Kuranit dhe haditheve të pejgamberit të investojmë në shtëpinë e përhershme. Edhe mallin e në varr e çon me çka? Që ky namazi jot është malli më i mirë që e çon. Kurani jot është malli më i mirë që e çon në varr. Është dritë, dhikri, istikfari, sadakaja, duaja. Se masi të vdeksh se në merë asë një punë të mirë me thonë, hajde birmani me veti se po du me bo këtë punë, atë punë. Të mshelet hesapi, me darjen e shpirtit ta nga trupi të mshelet. Prandaj, mallin tonë, për në gjennet, ta ndërtojmë gjennetin, shpijat tona në gjennet, me 2 recate namaz, me 12 recate namaz. Me sadaka, me agjerim, me dhikr, me ibadet, me istikfar, me thonë subhanallah, vë bihamdja. Krejt këto llojet ibadeteve janë investim i vorrit tanë, është investim i xhenetit tanë. Dhe kjo është kapitali më i çmuar dhe kapitali që besimtari duhet të kujdesë dhe të jetë i vëmendshëm për këtë investim. Elusim Allahun e Madh që Allahu neve të na bën nasib vorrin nga bahçet e xhenetit. Të vdekurve tanë Allahit ja bën një ashtu bahçe prej bahçeve të xhenetit. Allahu na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Allahu na mundsoft me kuptu dhe me rikujtu pse përmenëm natën e vorrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një detaj, kuntu anha an ziyarati al-qubur, jam kanë jam nal mi vizitu vorret. Pse? Se shumë njerëz bojnë shirk te vorret, shkon lyp ilaç te vorret. A ban me shku te vorri pejgamberit me lyp ilaç? S'ban. Çojeni hajmali, çojeni tesh, preke vorrin e Abubekrit, vorrin e Osmanit, vorrin e Sultan Hamidit, kjo është shirk në Allahun, kjo ndalohet. Njerëzit mendojnë, që vorr, të 500 metra që tu, dikush kishar në ditë pitë të tovë, shke ke lipke, se s'ka me vladë dhe me prejkë vorrin, se e vladi në përmjet vorrit partë ka. Kjo është shirkë në Allah. Thotë Rasulullah, kun të enha anë zjarët il kubur, ju më kanë të jam ndalu vizitën e vorë. A më ndëgjën e pjesën e ditë? Fezuruha, vizitoje. Fe innaha të dhekkiru l'akhira, sa ajo të kujton akhiretin. E njeri që e haron vorrin, e na du të me pas parasysh vorrin, dhe investimin ton në varr dhe mirësit, begatit. Prandaj tema e sotit është mirësit e vorrit. Nuk duhet muslimani me thonë vorri është grope e xhenemit edhe pi. Grope e xhenemit është për ato që zbesojnë. Për muslimanin që ka thonë shahadet, ka fal namaz, ka respektu prindin, është prej baçet xhenetit. Thot Allahu në suratul Fajr, ajetin e fundit, dhe përfundojmë. Ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, o shpirt i qetë, o shpirt i rahatshëm. Irji'i ila rabbik, ktheu te Allahu jot. I knasht dhe hinë gjennet me robrit e mirë. Allah i nasib dhe rësë në baft, që më në thirë Allahu, më në thirë me lachet, më në thonë, ejetu hën nefsul mutma'inne. Shpirti qetë, a i shka e qetëson shpirtin me dhikër. Shpirti qetë, a i shka e qetëson dhe ushqen me Kur'an, me sadaka. Shpirti qetë, a i cili nuk ja don të keqen në vëllaut vetë. Shpirti i qetë është a i shpirt i cili ja vdon të mirën vëllezërve vetë.
Pasha Allah në këtë formë formohet xheneti dhe në këtë formë Allahu ta ban nasib vorrin pi bavçeve të xhenetit. E lutim Allahun e Madh edhe një herë me emrat e bukur të tij dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu na ban nasib vorrin nga bavçet e xhenetit. Allahu na dhash jetë të gjatë dhe të lumtur. Jeta e gjatë është më e mirë se e shkurt, me një kush nëse është me vepra të mira. Allahu na baft jetën e gjatë të lumtur me iman. Allahu na marr shpirtin me fjalën la ilaha illallah, ringjall në natën e vorrit të thojna la ilaha illallah dhe ringjallemi me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.